Përshëndetje të gjithëve. Jemi drejt për së drejti duke vjel mjaltin e trumzës dhe të shqopës vjeshtake, ose shqitet të ndryshe Amoriqi, zona ku ne marrim mjaltin e zona e Malit Çikës dhe në zonën e Dërmiut. Një karakteristike veçantë e këtij mjalti është se ky ndryshon nga mjaltet nga ngjyra. Në këtë kornizë që ne po zhvulosim, për shumë qytetarë që nuk e din, ka një element të veçantë. Ky quhet pjapri, i cili është shumë i ushqyeshëm sepse nëpërmjet këtij ushqet mbretëresha, prodhohet qumshi mbretëror. Këtu kemi multivitamina të marra nga poleni, dhe poleni këtu është një nga më të veçantët që bletët ushqejnë mbretëreshën kur krijohet mbretëresha dhe ushqejnë larvat që bëhen blet, si blet punëtore ashtu dhe meshkujt. Ky është me shumë element të rëndësishëm për njeriu. Pak njerëz ja din vlerat, por është me një rëndësi shumë të veçantë. Kemi edhe mjaltin, ka një ngjyrë të veçantë, që e shikoni, po ta shikoni, ky mjalt është më i errët se të tjera sepse është ngjyra e shqopës, është vetit që ka zona ku prodhohet. Ka dhe një veçori të veçantë sepse ky mjalt mbas pak ditësh në temperatura 8 gradë ngrin shumë shpejt. Arsyeja e ngrirjes se ne na pyesin shumë blerës pse mjalti ngrin. Mjalti nuk ngrin, po kristalizohet. Sepse në zonat ku jemi ne, ka mjalt i cili, si shikoni u tregova më shumë për pjaprin, ka mjalt i cili kristalizohet sepse është i pasur me shumë enzima. Diskutohet pse mjalti i zonës fushore nuk ngrin dhe i zonës së Dërmiut dhe zonës kodrinore kristalizohet. Sot teknologjia, shkenca nuk ka arritur që të prodhojë enzima për kristalizim. Po ta shikoni, merr një vazo mjalt, kap një vazo mjalt. Ky mjalt është i kristalizuar. Shikoj një vetë veçantë ka. Tani, jo të gjithë mjaltet kanë të njëjtën ngjyrë dhe të njëjtin kristalizim. Po të marrësh, merr një vazë tjetër mjalti. Aty. Ai ka ngjyrë tjetër. Pse kanë ngjyra të ndryshme dhe në vile të ndryshme nuk kemi të njëjtin mjalt? Sepse vetë po ta shikoni përsëri ka ngjyrë ndryshe. Më merr një mjalt të më tan, te kutia tjetër aty, kutia kuqe. Po. Kemi 3 mjalta të ndryshëm. Sepse asnjëherë ne nuk mund të marrim të njëjtin mjalt, sepse natyra në kohë të ndryshme ka lulëzime të ndryshme dhe mjalti pranverës ka shumë llojshmëri lulesh dhe shumë llojshmëria e luleve nëna sjell të kemi enzima të ndryshme dhe ngjyra më të bukura. Por jemi në muajin pak ditë në dhjetor. Gjatë muajit nëntor ka filluar të qeli bima e mares, që është një bimë shumë e veçantë, e cila ka një mjalt me veti oksiduese të jashtëzakonshme. Jo vetëm që kuron njerëzit, por arsyeja që ne i çojmë blet në mare është sepse ajo kuron edhe vetë bletën. Bletët që shkojnë në mare, sepse zona jonë e Mallakastrës dhe deri në Tepelen dhe deri në Përmet, ka shumë mare, ka dhe shumë shqop vjeshtake. Por, një veçori e veçantë që ta kuptoni ju, bregdeti jonë është shumë i pasur. Bregdeti jonë nuk ka vjesht. Mase shumë nuk e din, por nuk ka asnjë lloj bimësie që në bregdetin nga fundi i Kadishut Karaburunit deri gjithë bregdeti, duke filluar nga Palasa, Dërmia, Emerad, Vunoj, kanë bimë të veçanta të cilat gjatë gjithë kohës janë të gjelbra. Nuk ka vjesht. Vërtet ekzistojnë bimësi të cilat janë të egra, po janë shumë mjaltdhënëse dhe kurative, sepse rritet që nga çaji,
Sherebeli, Trumza, Shqopa vjeshtake, Milosfaga, dhe një nga bimet interesante që është dhe bima e trevojore e Mesdheut Mersina. Ajo nuk mund t'japin sasit kostrrueshme mjalti, por vetit e saj janë, mjalti e saj është shumë i rëndësishëm me veti oksiduse. Po kalojmë, ky është një mjalt i cili, po ta shikoni, ky është të dalluar, është një mjalt i cili është komplet i stafitosu sistemin e, janë hequr të gjithë elemente e ujit, sepse si ta shikoni, bleta e maturon mjaltin e çon në lagështin deri në 14-15%. Mjalti i Mares është mjalti i cili ka më shumë veti që mban lagështin dhe prandaj ai nuk rron gjatë. Ndërsa ky mjalt mund të rrojë me shekuj, sepse është i karakterizuar në formën, domethënë është ka marrë kristalin në formën e dur. Po sa shikoni, ka një ngjyrë tepër të veçantë. Ja po shikoni, mjalti i Trumzës dhe i Shqopës vjeshtake ka ngjyrën, siç thash, tepër të veçantë. Mase nuk ka sasia të mëdha, por ka cilësi. Neve bazë në bletarin ton është të shkojmë në kullotat ku ka mjalt cilësor. Veti duke qenë se je një bletëritës me shumë përvojë, për të hequr kuriozitetin e atyre njerëzve që përdorin mjaltin. Kush është mjalti më i mirë sipas teje? Mjalti më i mirë sipas meje është mjalti i Mares. Sidomos për ata që vojnë nga mëlçia apo kanë probleme të frymarrjes, mjalti i Mares është mbreti i mjaltave. Nuk e thot Ferdinandi, është një studim i bërë nga portugezët, sepse diskutojnë mjalti i Mares dhe mjalti i Gështenjës. Studimi ka nxjerrë që mjalti i Mares. Shumë njerëz thonë mjalt Maluka. Në Republikën e Shqipërisë dhe në Tereva që anën banesh nuk mund të arrijë dot mjalti Maluka, sepse por për fëmijët e vegjël është mirë të përdoret mjalti shumë lulë si pranverës. Por unë kam thënë edhe shumë të tjerëve, duhet të marrin mjalt të njerëzit që besojnë që marrin mjalt. Ne sot në supermarkete ka vetëm mjalt industrial dhe jo vetëm që nuk është mjalt, po shumë dëmtues për organizmin e njeriut. Prandaj unë i këshilloj, përdorni mjaltin, mjalti sipas studimeve që janë bërë, vetëm me mjalt njeriu mund të rrojë. Me mjalt, po jo me mjalt të ardhur nga Serbia apo nga vendet që nuk quhet mjalt. Ka pyetje nga më të ndryshmet, unë këshilla ime vetme është që merrni mjalt tek njerëzit që besoni, as dikun tjetër. Sepse po ta shikojnë me imtësitë këtu, tu tregohet që brenda është poleni ose siç thash pjapri, që është shumë i rëndësishëm, që nuk mund ta vendos Ferdinandi këtë pjapre këtu, sepse bleta e ka marrë, sepse po të vendosë Ferdinandi kjo korriza do të shëmbushu. Ne marrim mjalt aq sa bën bleta. Kjo është veçoria e saj. Do ta shikojmë me imtësia, ky është mjalti që marrim ne. Do shta dhe për dikaj që vuan ose ka një sëmundje. Tani, është mirë që fëmijët e vegjël nën 3 vjeç nuk do të përdorin mjalt. Është mirë. Mbas të moshe duhet të përdorin mjalt. Pse? Sepse mund të japi efekte, ka shumë sheqer dhe ka raste që ka disa bimë që mund të japi reaksion të fëmijët e vegjël. Dhe mund të japë reaksion me vonesë dhe shkakton probleme. Edhe për njerëzit diabetik, mjalti përdoret. Mjalti, sepse nëse do përdori mjalt industrial, ai që është diabetik është katastrofë. Po rekomandohet edhe për diabetikët. Sidomos mjalti i Mares, sepse është mjalt i hidhur,
është rekomandohet edhe për diabetikët. Një lugë mjalt, është mirë që mjalti para se të përdoret është mirë të rreth në ujë. Edhe në kosë është gjë fantastike. Është mirë të përdoret në darkë, sepse shumë njerëz nuk e dinë këtë, sepse duke marrë mjaltin në darkë në përmjet ujit, ai nuk kalon përthithet nga organizmi dhe është shumë njeriu fle më lehtë dhe e merr më kollaj trupi njeriu. Është mirë përdorur edhe në mëngjes. Është mirë njeriu të përdorë deri në lugë mjalt, nuk ka vetëm se vlera pozitive, vlera negative nuk ka. Por, shpjegoj dhe më falni që ata që më dëgjojnë, të marrin mjalt dhe vetëm mjalt. Sot nevojat e popullsisë në botë nuk mund të plotësohen më shumë se 12%. A kuptoni se zhbehet në këtë drejtim? Mjalt nuk ka shumë pak. Si ka pasur pak bollek, vite kaluar nuk ka pasur. Kështu që nuk plotësohen të gjitha nevojat e rregullt. Dhe njerëzit marrin mjalt ku është më lirë. Dalë, siç keni parë ju në rrugët e qytetit, dalin me 10.000 lekë bidoni, 5-7.000 lekë bidoni. Po si ka mundësi? Ku dhe si qytet? Pyesin vletërisë të tjera dhe do të mësoni se sa vështirë është mjalt. Dhe në këto kushte të ngrohjes globale kur ne nuk arrim dot të qarkullojmë vletët nga një vend në vend tjetër, sepse nuk e dim se ku do të marrim dhe sa do të marrim. Kemi shumë shpenzime, ka shumë shpenzime kjo punë. Është shumë e lodhshme, duhet të çosh shpejt, duhet të flesh vonë, duhet të udhtosh natën, sepse bleta, siç punon bleta, duhet punon edhe njeriu që ka pasion të merret me bletën. Jo të gjithë. Unë njoh shumë që kanë hyrë dhe kanë lënë këtë punë, kanë ditur që mund të marrë 3 koshere blet, mund të vendosesh aty dhe vetë shkojnë merr mjaltin. Po dhe bleta ka probleme të saj, ka sëmundje të saj që duhen trajtuar. Shumë njerëz kërkojnë që të marrin mjalt, të shesin mjalt dhe mos ta trajtojnë bletën në kohën e dur dhe si duhet. Edhe medikamentet e bletës normalisht ka disa medikamente që nuk lejohen, që ne shumë vletarë tek ne abuzojnë të drejtimin. Por shërbimi, mua kam theksuar dhe them, bazë për të pasur një bletari në nivelet bashkëore, i bëj thirrje Ministrisë së Bujqësisë, në të cilët të marrin masa që nga Ferdinandi i parë ta kontrollojnë si trajton dhe ç'parametra mjalti ka. Ne do të jemi në Europë edhe nëpërmjet bletës. Ju lutem edhe një tjetër. Vlerësoheni bletën sepse po a them një shprehje ma se nuk e dini. Në 4 lugë që marrim ne ushqim ditor, 3 janë fal bletës. Nuk e thot Ferdinandi, e thot shkenca, sepse planon lulet, qeveria shqiptare duhet të marrë masa, që të subvencionohet bleta, sa më shumë. Thjesht edhe për të bërë planimin e luleve, jo të mendohet se merr mjalt. Të sharqin, të specës, të domatet, të mandarinës, të portokalles. Bota jep lek që të çojë bletët në një plantacion me bajame, në një plantacion me portokalle, në një plantacion me sharqi, me pemtari. Ndërsa neve nuk i kushtojmë rëndësi sa duhet bletës. Japin 1.000 lekë të reja për koshere. Ku do shkojmë? Ku shkojmë? I bëj thirrje ministrit të ri që të ndale pak këtë bleta. Mos japi subvencionojnë vetëm për plasmas. Mos flasim më shumë, sepse dhe gabojmë. Duhet të dhenë investimi atje ku duhet. Do kisha unë. Ne marrim mjalt aq sa bën bleta. Kjo është veçoria e saj. Dhe i shqopës vjeshtake ka ngjyrën zgjatash të tepër të veçantë. Mase nuk ka sasi të mëdha, por ka cilësi.
neve bazën e bletarin tonë është të shkojmë në kullotat ku ka mjalt cilësor. Mjalt i cili është komplet i slavitosus të mine, i këshirë janë hiqët të gjithë elemente ujë, sepse si ta shikoni, shumë elementë të rëndësishëm për njeriu. Pak njerëz ja dim derat, por është një më të veçantë që mbretët ushqejnë mbretëreshën, ku krijohet mbretëresha dhe ushqejnë larvat që bëhen mbret ndryshme dhe në vite ndryshme nuk kemi të njëjtin mjalt. Sepse vetvetiu ky mjalt mbas pak ditësh në temperatura 8 gradë ngrin shumë shpejt. Arsyeja e ngrirjes se më na pyesin shumë sepse ajo kuron dhe vetë. Vetët që shkojnë në mare, sepse zona jonë e Madagaskar deri në kohë të ndryshme, ka lulëzime të ndryshme dhe mjalti pranverës ka shumëllshmëri lulesh dhe shumëllshmëria luleve në na sjell të kemi Ka mjalt i cili, si shikoni va tregova më shumë për pjaprin, ka mjalt i cili